Lidhur me problematikat e konstatuara në lidhje me votën e diasporës, kryesisht në Greqi, Partia Demokratike i është drejtuar sërish Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përmes një shkrese ky rendit problematikat që janë shënuar deri në datën 6 maj, demokratët kërkojnë që të bëhet një audit, duke argumentuar se rrezikohet integriteti i këtij procesi zgjedhor. Partia Demokratike thotë se shkeljet më të rënda janë regjistruar në Greqi, ku jetojnë pjesa më e madhe e emigrantëve, por probleme serioze janë verifikuar edhe në Itali, Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britani dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Në shkresë përmenden shkelje që sipas Partisë Demokratike variojnë nga mungesa e transparencës procedurale tek presioni politik, shpërndarja jo zyrtare e fletëve të votimit, cënimi i fshehtësisë së votës e tjerë. Sipas Partisë Demokratike, shkeljet e konstatuara janë ndërgesa të parregullta të zarfeve, 2 fletët e votimit në një zarf, mungesë udhëzimi për votuesit, presion politik dhe blerje votash, vonesa ose mosdorëzimi i zarfeve, mbledhje palishme e votave. Partia Demokratike kërkon një audit të menjëhershëm ndërkombëtar të logjistikës së transportit dhe dorëzimit të zarfeve nga Shqipëria në Greqi dhe anasjelltas. Kërkon gjithashtu rishikim për pavlefshmëri për çdo votë të dorëzuar me zarf të pavulosur apo të paplot, si dhe hetim penal nga SPAK për blerje votash dhe përfshirje të Partisë Socialiste në shpërndarjen e votave.